Maqedonia e Veriut renditet e para në Europë për numrin e vdekjeve të parakohshme të lidhura me ndotjen e ajrit. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2023, vendi regjistron 146 vdekje të parakohshme për 100.000 banor, 3 deri në 5 herë më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian prej 41 vdekjesh për 100.000 banor. Pas Maqedonisë së Veriut renditen Bosnja dhe Hercegovina 139, Serbia 132, Shqipëria 129, Kosova 121, Mali 9, ndërsa dhe Bullgaria 104 dhe Greqia 98 paraqesin nivelet e larta. Në anën tjetër të renditjes janë vendet nordike. Finlanda regjistron vetëm 1 vdekje të parakohshme për 100.000 banor, Suedia 2, 3, Norvegjia 4, ndërsa Islanda ka tregues 0. Sipas raportit të fundit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, përqendrimi mesatar i grincave PM2.5 në Maqedoninë e Veriut ishte 22.3 mikrogram për metër kub, mbi 4 herë më i lartë se niveli rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe më i larti në Ballkanin Perëndimor. OCET thekson se ndotja e ajrit rrit rrezikun nga sëmundjet e zemrës, mushkërive dhe goditjeve në tru, ndërsa rëndon edhe sistemin shëndetësor dhe ekonominë. Burimet kryesore të ndotjes mbeten përdorimi i qymirit për energji, ngrohja e mvisërive me dru dhe lëndë djegëse të ngurta, trafiku dhe emetimet industriale. OECD vlerëson se megjithatë vendi ka përmirësuar monitorimin e ndotjes dhe ka miratuar planin kombëtar për mbrojtjen e ajrit. Nevojiten investime më të mëdha në energji të pastër, transport publik dhe sisteme moderne të ngrohjes për të ulur ndotjen dhe për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve.